Përshëndetje, sot do të përgatisim një ëmbëlsirë me karrota dhe kanellë. 5 karrota e kemi zier pak, do t'i përziejmë në një filxhan sheqer pluhur. E mëtej do të shtojmë përbërësit me radhë. Do të shtojmë një gotë me qumështin tradita, qumështin e tryezës tonë, pasi ka një shije fantastike, ashtu si qumështi që kemi pirë gjithmonë. Do t'i shtojmë qumështin, do t'i shtojmë vajin dhe do të vazhdojmë ta përziejmë. E ndërkohë do t'na duhen edhe 3 kokra vezë në temperaturë ambienti. Duhet t'i keni përgatitur apo t'i keni zier më përpara nga frigoriferi. Do t'i përziejmë të gjitha me blenderin e dorës. Do të shtojmë një paketë me pluhur fryrës dhe një paketë me sheqer vanilje. Do të shtojmë edhe 20 lugë miell, afërsisht jo të mbushura plot. Do të shtojmë mëtej arrat, edhe kanellën, 2 lugë kanellë dhe arrat të thërmuara. I përziejmë përzierjen së bashku dhe ndërkohë në formën tonë të lyer me gjalp, do të hedhim brumin e do ta pjekim në furrë të parangrohur me 170 gradë. Edhe ëmbëlsira jonë është gati. Lart do ta zbukuroj me krem karamel ose karamel të holluar. Mund t'i zgjidhni dhe mund të tresni dhe çokoladë të bardhë apo çokoladë kafe për t'i dhënë dhe më shumë shije. E lëm të ftohet pak dhe e presim, e shijojmë si të dëshironi. Si ju duket kjo ëmbëlsirë? Provojeni dhe lini komentin tuaj më poshtë. Aroma fantastike e kanellës i jep gjithë shtëpisë një aromë të këndshme dhe një shije fantastike karrota bashkë me arrat. Mos harroni të na bëni like dhe share.